Një tjetër pasuri i shtohet fondit të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetare në Korçë. Një nga ikonat më të ralla të fondit muzeal, shënkolli me skena në miniatur, është restauruar me sukses duke ju kthyer shkëlqimi dhe vlera artistike që kishte humbur ndër vite. Kjo ikonë është pikturuar në dekadat e fundit të shekullit të 16 dhe i atribohet mjeshtrit Jorgo Kolonza, një nga emrat më të rëndësishëm të artit ikonografik të periudhës pas onufriane. Në qendër të ikonës paraqitet shënkolli, figura kryesore mjaft e dëmtuar ndër vite, i rrethuar nga 40 skena në miniatur, të cilat tregojnë episode të jetës dhe mrekullive të shenjtorit. Veprës i kishte humbur lexueshmëria për shkak të djegjeve, plasaritjeve dhe verniku të oksiduar që i kishte bërë të pamundur dallimin e detajeve origjinale. Fal ndërhyrjes profesionale të restauratorëve, ikona është kthyer tashmë në gjendje të ekspozueshme dhe do të pasurojë më tej fondin e pasur të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetare në Korçë, i cili numëron mbi 7200 ikona të trashëgimisë sonë shpirtërore dhe artistike. Ky restaurim është një tjetër dëshmi e kujdesit dhe përkushtimit për ruajtjen e pasurisë kulturore që paraqet një ndër periudhat më të ndritura të artit ikonografik shqiptar.